Ardiona një që përqëndrime ironike, cinike edhe sarkazëm nuk ka që jo, nuk ka ironia aty, nuk ka bëjmë Ardiona ka qëllim me thy as familjen Lushtako, as për kontributin që kanë dhënë luftën për vlerat që i kanë të luftën. Mirë po, Ardiona Matushi ka thonë të vërtet madhe e cila Partisë Demokratike i dhemë dhe komedhim gjithmonë. Samir Lushtako është për njerëzve më posë nëse për juve është e vërtet për Unë falë vetëm pak se hynë në debat tash. Cila është e vërteta e madhe? E vërteta e madhe është me thonë që u kollët një lagja? Une po thëmë që po është turpi madhë kjo. Ardiona ka full me sarkazëm, me conidhe me rëni është... Po si të kaj, më falë a din çka është sarkazma? O zëtni, unë i di të gjitha qëndrimet e Ardiona Matushit publike i ka me ironi, me sarkazëm. Është turpi madh që po ndëgjoj edhe për ideën këtë. Jo, është turp pastak. Ajo që ka thonë Ardiona Matushi e ka thonë. Esenca që ka thonë Ardiona Matushi ka thonë për Mërkim Lushtako edhe për Samir Lushtako. Edhe ne dim kush janë edhe Mërkim Lushtako edhe Samir Lushtako. Ma, ndërrumi bashkë nga të japëm përgjigjen këtyre këtë në studio, nuk keni, jep në qëndrimi e ju i tani na bisedojmë këtë. Jo, qëndrimi... Se kemi me dhona përgjigje për të shoqe, se më të vërtet është e pru me këto diskutime. Se bujari ndërhy të ekshë Jo, është me të thonë sinqertën, po mjenë shumë keq, edhe është për turp, se dikush thot, Ardiona Matushi ka thonë një të vërtet, edhe dëshira e shumë njerëzve qenka me u kollë një lagje. Lagja e Lushtako është kollë vetëm në kohën e luftës, ku s'ka mbet as një shtëpi në kam. Edhe është kollë si proces i luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe i gjithë aty në të ramë dëshmor, edhe unë jam jashtëzakonisht krenar që i përkas asoj lagje, jam rrit aty, kam lind aty, jam rrit aty, edhe kam deri sa kam marrë në studime, unë kam qenë edhe jam pjesë e asoj lagje. Sot kam marrë